sa ka ndryshuar perceptimi i vallëzimit, dikur ndoshta e kanë marrë si hobi dhe jo profesion serioz, ndërsa tani ndoshta në këtë kohë më moderne a shihet të ndryshe. Si e vlerëson ti këtë? Me që je një kohë të gjatë në skenën e vallëzimit. Të them të drejtën, linda unë vallëzoj që 25 vite. Paraprakisht kam qenë vallëtare në ansamblin Ibe Palikuqi, 15 vjet kam ushtruar aty. Për gjana profesionale, të them drejtën, e kemi pa të arsyeshme që Shkupi nga ajo kohë duhet hapet edhe një ansambël liri, edhe një foleri për të rinjt ku të kenë më së afërmit të afrohen, të marrin edukat kulturore, ajo pse jo energjia pozitive që shfaqet këtu. Sa e shoh unë këtu në Shkup, them drejtën, më herët nuk ka qenë atë shumë interesimi familjarëve për t'i lënë vajzat sidomos ose djemt. Mbështetja e djemve ka qenë, them 100%, kurse vajzave ka qenë pak më e zbehtë. Ta shetutje me hapjen e ansamblit kombëtar këtu që është hap në Maqedoninë e Veriut, ka një shpresë, po edhe për vajzat, sepse pos atë që japin vajzat shpirtnisht, normal e çojnë edhe veten para profesionalisht, mandej edhe një buxhet që gjithë secila të jetë e pavarur në të aspektet, sikur atë profesionale, po edhe të ardhunat familjare.